Mirë brëma, sikur është eklipsuar çështja e Tigrit 1 dhe Tigrit 3 në këto ditë e fundit. Po ja kemi një lajm nga gjykata administrative e shkallës parë që ka zbardhur më në fund mbas 2 muaj e ca vendimin për rrëzimin e padisë banorëve dhe shoqërisë civile për tecin nëndrues, rrëzimin e padisë. Dhe në këtë kontekst nuk mund të rinim pa bërë një koment për këtë zbardhje që mësuam tani. E para është që menjëherë do ankimohet për arsye se ka pafund çështje të trajtuara në mënyrë të gabuar me gjykata, të injoruara kryesisht, dhe pavarësisht se janë 98 faqe aty në atë vendim, është copy-paste të materialeve që u depozituan dhe në mënyrë të papërgjegjshme është marrë ky vendim për rrëzimin e padisë. Realisht ishin shumë çështje të ngritura për shkelje, për qoftë edhe për procedurat që nga data e vendimit të qeverisë për të miratuar këtë vepër energjetike mbi bazë fosilesh, që nga viti 2021 fillon kjo histori, por që ka filluar të vjedhë para si bankomat, kemi thënë ky teci lundrues, që nga gushti i vitit shtator, më saktë, i vitit 2024, i vitit që u bë dhe ajo prova e famshme e funksionimit. Në këtë vendim thuhet që procedurat për lejen midisore janë në rregull, sipas ligjit. Në fakt, do shikohet kjo në apel se sa të rregullt janë. Leja për ujin prapë është në rregull. Më falni. Prapë është në rregull sipas vendimit të gjykatës, edhe pse nga 3 që e parashikon ligji shqiptar që duhet të jetë shkarkimi i ujrave në ambient është 14.5 në këtë, që e thotë vetë në vlerësimi i ndikimit në mjedis gjithashtu. Dhe ajo që është më e çuditshme, dhe këtu do ndalemi pak, është çështja e licencës për prodhimin e energjisë. Kjo nuk përmendet fare në këtë vendim të gjykatës. Edhe pse ne i kushtuam shumë vëmendje kësaj, duke argumentuar që nuk mundet të jepet një licencë për prodhimin e energjisë. Por ja që drejtori i Keshit, që aktualisht me sa është e njohur, është në arrest shtëpiak, dhe ky e ka marrë në dorëzim në vitin 2024, në gusht të vitit 2024, këto Tigri 1 dhe Tigri 3. Mbasi u bëj një testim 72 orësh, e cila, pra, ky lloj testimi ishte kusht nga ere për të dhënë licencën e prodhimit të energjisë. Dhe ne argumentuam mbasi monitorimi shumë të qartë që kemi bërë për shumë kohë, bashkë me të tjerë kolegë nga Vlora kryesisht, dhe ne parashtruam në gjykatë që ky test që është bërë, sipas të cilit del që parametrat e emetimit të oxhaqeve janë fantastike, dhe madje për ironi ja tham dhe si argument, edhe dokumentuar, edhe me notarizim, që është edhe më i mirë se vlerësimi i ndikimit në mjedis i bërë nga IFC-ja, pra krau i Bankës Botërore, në vitin 1998. Dhe ky testin 2024, edhe pse ka ndetur pa punë 6 vjet,
në Bangladesh edhe këtu në Shqipëri, edhe ka punuar 20 vjet në Bangladesh, del më mirë se sa testi, se sa vlerësimi që i bën vetë ky organizëm ndërkombëtar në 98-ën, pra kur sapo kishte dalë nga fabrika. Kjo është një nga argumentet që sollëm, edhe plot të tjera, edhe video, depozituam dhe video origjinale të noterizuar dhe ato. Dhe fundimisht arsyeja që ne jemi të bindur, rrëzuam totalisht të gjithë testin e bërë për 72 orë, i cili realisht sipas grupit që bëri vlerësimin, u bë një lloj vlerësimi në të gjithë të xhaqit, 19 të xhaqit që ishin prezente aty në këto dy tigrat, dilnin parametrat shumë të mirë. Dhe të gjitha këto janë në raport përfundimtar, në vendim përfundimtar të shkruara në imtësi më të madhe, thjesht për të mbushur faqet normalisht. Dhe këtu ka një cedim të jashtëzakonshëm. Ne pyetëm, çfarë karburanti është përdorur për këtë testim? Dhe këtu problemi ngec. Pra, eksperti nuk e dinte, ngriti supat se çfarë është karburanti që është përdorur, nuk e di. Dhe nga ana tjetër, ne argumentuam që testi është falso. Është falso për arsye se nuk është përdorur karburanti që duhej përdorur sipas kontratës, që është naftë e rëndë, por është përdorur një naftë tjetër që normalisht emeton shumë më pak ndotës se sa nafta e rëndë. Për shembull, nafta e makinave, nafta e lehtë është shumë më e mirë se nafta e rëndë që djegin ku diun fabrikat ndryshme. Pra, dhe këtu pala e paditur nuk e argumentoj dot që po. Karburanti që është përdorur është naftë e rëndë. Nuk arriti dot ta bindi as gjykatën, me thënë drejtën, nuk pam që gjykata i dhe bindur, sigurisht as edhe paditësit, dhe natyrisht edhe publiku, madje mund të ketë atë perceptimin e vetë se disa herë ka qelluar që është ndezur ai test edhe në periudhën e gushtit të vitit 2024. Dhe për çudi edhe gjykatësi tha që ky është falsifikim dhe kjo është çështje penale. Por ngeli me kaq dhe vendimi pra në tetor, në fund tetorit, ke parasysh ngjarjet në fund tetorit, është që rrëzohet padia. Tani pyetja e madhe e publikut është, kjo padia rrëzuar për Tigrin 1 dhe Tigrin 3, për tecin lundrues, për të cilin ne sot dhe çdo ditë, që nga 1 shtator i vitit 2024 paguajmë 94.500 euro, dollar, më falni, çdo ditë. Edhe sot, edhe nesër, edhe dje. Dhe çështja është që ky vendim i gjykatës natyrisht do akimohet, po është një ram procedura, tjetra është fakti, pra çfarë do ndodhi në vijim ditët e ardhshme. Spaku që e ka në hetim tecin lundrues. E ka në hetim, e ka deklaruar këtë gjë dhe dihet publikisht çfarë do të bëj. Pra, ky vendim që e rrëzon padin, e ndihmon çështjen dhe e ndihmon spakun që të orientohet sa më drejt në këtë çështje, apo e pengon. Më shumë gjasa sipas këtij vendimi është pengimi, për arsyen që tham që nuk merret fare me falsifikimin, që normalisht duhet të ishte një lloj rekomandimi, aty mendojmë ne, tani nuk e di avokatët juristët si do interpretojnë që kjo çështje penale që e përmendi dhe vetë gjykatësi nuk mund të
jetë një çështje administrative e pastër, sipas vendimit të gjykatës, nëse ka një çështje penale në këtë mes. Dhe do të shohim se si do të rrjedhë situata. Normalisht SPAK-u i ka mjaftueshëm elementet që ta trajtojnë në mënyrë të plot këtë çështje, për arsye se ka dhe shumë materiale publikime tashmë, edhe pse si në asnjë rast tjetër, domethënë hermetizmi për ta trajtuar këtë çështje ka qenë i jashtëzakonshëm, edhe vazhdon të jetë madje. Mbetet për të parë se çfarë do bëjë SPAK-u, pra çështja ka ngelur ke SPAK-u. Po vendimi i gjykatës padyshim që është një vendim i gabuar që do të ankimohet, dhe ndërkohë mendojmë që SPAK-u aty ka ngelur muhabeti, s'ka një zgjidhje tjetër, natyrisht është shkallët e gjykatës, apeli e kështu me radhë, po që a ka ndonjë mundësi që ky tec lundrues i cili merr para çdo ditë të ndalohet urgjentisht, të anullohet çdo lloj kontrate, edhe nëse ka ndonjë dëmshpërblim, se sidoqoftë dëmshpërblimi nuk mund të jetë më i madh se sa qiraja 2 vjeçare që është në kontratë, dhe të shpëtohet edhe një gjë tjetër që sipas vendimit të keshit edhe të qeverisë në bashkëpunim me kompaninë është që ky tec do të ngelet Shqipërisë, Vlorës në këtë rast, një ndotje e papranueshme për Vlorën turistike, do të ngelet aty, dhe ironia është që do të i takon keshit me 1 euro, pra pasuri me 1 euro, që natyrisht nuk është vetëm 1 euro, se aty me 1 euro do fillojnë proceset e tenderave për mirëmbajtje, si me tecin e Vlorës, e kështu me radhë do vazhdojnë pagesa nga më të ndryshme, punësime e tjera, domethënë, dhe është fatkeqësi që të ngelet aty kjo shëmtirë në gjirin e Vlorës pikërisht, dhe padyshim një spekulim total nga mënyra se si është vepruar me të, dhe është e njëjta situatë madje për të bërë një paralele edhe me inceneratorët, ku gjithashtu ne urrëzuam si padi që bën për inceneratorin e Fierit, por incenerator nuk ka, tec nuk ka, dhe kjo është situata që mbeti me shpresë se në këtë kohë të sotme do të ketë një zgjidhje logjikshme për çështjen.